Dita verës nuk ka kuptim pa ballokume, unë sot villa mënyrën se si kam përgatit e kanë dalë të shkrifta e aq të mira. Filloj me recetën, janë thellë, kena hedhë sheqerin, shtojmë gjalpin e filloj me përzim me mikser derisa të përfitojmë këtë masën që shikoni në video. Bahet si krem. Atëherë, shtojmë njanën vezë e filloj me përzim me mikser për 3-4 minuta para se me hedhë vezën tjetër. Dhe vazhdojmë kështu me radhë derisa t'i mbarojmë të tona vezët. Masanej hedhim finjen, mënyrën që e kam përgatitur keni të shkruar poshtë në recetë. Përzim mirë me mikser, e largojmë mikserin dhe i hedhim mielin e kallamoçit dur e duke përzim me lugë dhe derisa ta marr mirë brumin e të bëhet masa homogjene. Në fund i shtoj mielin e grunit, përzim mirë prap dhe e kena gati me formu ballokumet tona. I marrim me dorë, nuk i nxeshim dhe i hedhim ashtu në tepsi me letër furre dhe i fusim u pjek në furrë para ngrohtë në 150 gradë derisa të jenë gati të kenë marrë të ngjyrën e artë. Faleminderit e një verë sa më të mbar.